Disa portale pak është keq interpretue kjo thirrja jonë për bileta. Na si klub kemi së bashku one me kryesin kemi krijuar një kampanjë për bileta për me gjeneru tyrat klubit, me të cilat do t'i konvertonim në pagesa dhe në bonuse për lojtarë. Se vitet e fundit, sidomos 2-3 vitet e fundit, organizimi i klubeve edhe lojtarëve është në rritje sipër, me çka janë edhe rritë edhe shpenzimet. Edhe na po mundohemi me met në hap edhe me ekipe tjera të cilat realisht kanë buxhet shumë më të madh se na, po e përmendet Zeronishi Prishtinën edhe Sfundi dhe Drenica, dhe na po mundohemi me kampanja të ndryshme me gjeneru tyra që me mbet hap me ekipe tjera. Po jo që e kemi ndonjë krizë të thellë të financave, se edhe na si klub i kena shfrytzuar që të ligjin për sponsorizim, i kemi disa sponsor të cilët na kanë përkrahur edhe na përkrahin, po që kjo kampanja e fundit e biletave na ka kriju një motiv të madh, se janë lajmëruar një numër i madh qytetarëve që kanë përgjigj ftesës tonë dhe kanë ble bileta, dhe po du përmes Radio Dugazhinit me i shpreh falënderim secilit që ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë në klub.